miqtë e mi, përshëndetëm në gjithçka për makina. Sot do flas për makinat e benzinës. Ka shumë probleme me vajin, sa që çdo ditë habite me veten. Thjesht, çfarë po ndodh njerëz? A është faji jon, apo thjesht makinat kanë shumë kilometra? Në radhë të parë duhet të diskutoj dhe të them që përpara se të blejmë një makinë duhet të lexojmë për të. Shajnë pafundësisht Kanadan sepse po harxhon vaj bashkë me Amerikën. Njerëz, Audi 2 mish, 3 mish Supercharger harxhon vaj nga fabrika me 0 kilometra. Është makinë performuese që harxhon vaj. Dhe kur del me libër shërbimes që harxhon, nuk mund të dot asnjëri, përveç në shqiptarëve që kërkojmë të pamundurën, të japim zgjidhje në harxhimin e vajit. Nëse harxhimi i vajit bëhet i tepërt, thjesht rekomandimi duhet të bëhet në këtë mënyrë. Vendosni fasha të reja dhe mbajini me një 502. Do jeni në rregull për një kohë të gjatë, sepse lideratura atyre makinave që unë kam pa, është që çdo lloj shërbime që ato e bëjnë fasho, e bëjnë çdo 150.000 kilometra. Është standardi i tij si motor. Dhe normalisht në të, duhet të them kjo gjë që ju të jeni të qetë. Çfarë makina po bleni dhe me çfarë do përballeni në të ardhmen. Por ka edhe diçka tjetër. Çfarë ndodh dhe çfarë po ndodh me makina të tjera europiane të benzinës? Flasim këtu Volvon, flasim këtu Toyotën, flasim këtu Fordin, flasim të gjithë makinat tjera, Nissanin, Toyotën, në përgjithësi Renault, janë makina që po harxhojnë goxha vaj. Dhe faktori kryesor që e bëjnë harxhimin e vajit dhe e bëjmë që e kemi të pamundur ta marrim një makinë është vetëm formula e gabuar e vajit. Sot për shembull më vjen një Ford 2014, ku i hidh një 1040 në të. Kjo është krim për veten tënde, për atë që e ka hedh, dhe mosmbajtja e përgjegjësisë në këtë rast është megjithënë abuzim rrojësor me tjetrin, që thjesht po i merr pasurinë, aq pak pasuri sepse ajo makinë mund t'i kryejë punë e përditshme. Mos të bëhemi lekmitar aty ku ne duhet të tregojmë veten tonë. Veten tonë duhet të tregojmë me diçka tjetër, cilësinë e vajit. Sepse cilësia e vajit në motorët e benzinës është rasti themeltar se si ne mund të testojmë një motor benzine. Në rastin e parë, asnjëherë një motor benzine nuk të harxhon vaj. Në moment kur ti ke hedh vajin e keq. Dhe në momentin e dytë kur ti e ke mbajtur me një formulë të gabuar, që në këtë rast ka qenë gabimi jot i parë. Pra, sot lind dëshira që bashkëpunimi dhe mirësia dhe për të treguar çfarë ndodh me makinat e benzinës është ky. Mos i hull kurrë një formulë çift. Mos e bëhet gabim. Të gjithë formulat e makinës janë tek. Lexo mirë për makinën tënde. Mos beso ChatGPT sepse po e merr në qafë. Edhe mbi të gjitha, thjesht mos trashni vajin kotën kot. Është një problematike një orë që sot ne s'po japim zgjedhje. Trashje e vajit do të kupton krim në makinë. Një vaj lubrifikant është vaj lubrifikant. Baza më të fortë e tij ka nga i holli, jo nga i trashi. Sepse të mbrosh një bazë të vajit lubrifikant do të thotë që në të do të jetë një tabelë treguese, që në tabelën treguese ti t'jash javë të përcaktosh dhe të japësh zgjedhje. Sepse un kam pa dhe testoja po deshe në një makinë që ti ke hullur një vaj trash, do ta harxoj më shpejt se vajin e holl. Dhe këtë e ke të bindur. Flas për makinat, për gjeneratën e re makinave që Shqipëria është mbush nga do. Dhe mbi të gjitha, thjesht abuzimi që bëjmë, ka impian gazi. Jo, një vaj lubrifikant i mirë me bazat forta nuk e lejon kurrë një makinë që thjesht hallakatet, por bën që ajo makinë mos harxoj vaj. Dhe mbi të gjitha, pyesni dhe merrni vaj cilësor. Është e vetmja rrugë që të shpëtojmë nga kjo gjë. Edhe sjellja që me makinat është kujdes çfarë blini, kujdes çfarë i hillni dhe mos e quni një shaka, sepse thjesht po e merrni makinat në qafë.